Përshëndetje të dashur miq të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë bashkarisht një lajm që në fakt ka filluar të bëjë honën e madhe. Pse nuk erdhën brëm vajzat e Mimozës? Mimoza u dëshpërua shumë, a kanë ato hatërmbetje me nënën e tyre, do me thënë këto kam lexuar. Tani, unë e pash që Mimoza njëherë u gëzua jashtëzakonisht shumë që pjesë e këtij takimit ishte mbesa e saj Mona Lisa Mona. Por, normal që Mimoza dëshironte që pjesë të momentin më të bukur të ketë vajzat e saj, të paktën njërin nga vajzat. Por edhe në jetën e saj private, unë kam ndjekur Mimozën kohë më herët, do me thënë, sepse kam preferuar poezitë të saj, Moza ka ndarë shumë pak momente me vajzat. Do me thënë, vajza e Mozës ka qenë vitin e kaluar në Shqipëri, që janë argëtuar është një kitariste mrekullueshme, dhe Moza që ka ikur në Paris me gocën e saj, do me thënë që kanë shëtitur të dyja dhe kanë kënduar rrugëve të Parisit me kitar. Por që vajzat e Mimozës të përzgjedhin që të jenë figura publike, këtë gjë nuk e kanë bërë. Unë mendoj që jo që nuk kanë dashur të vinë sepse kanë marrëdhënie të krisur me nënën e tyre, sepse nuk e duan nënën e tyre, jo, ato sollëndron për nënën dhe e mbështeten jashtëzakonisht shumë nënën e tyre. Sepse unë mendoj që Mimoza nuk ka bërë ndonjë gabim në jetë që t'i lëndonte fëmijët dhe të mos t'i bënte fëmijët e saj krenar. Përkundrazi, me popularitetin që ka arritur, me njeriun që ka arritur, me dashurinë që Moza ka arritur, vajzat e Mozës janë krenare për nënën e tyre. Ato deri më sot nuk kanë dalë me asnjë video, me asnjë fotografi për ta mbështetur, sepse kam arritur të kuptoj edhe nga vetë familjarët, miqtë të afërt të Mozës, që do të thënë, vajzat e Mozës janë shumë skeptike dhe nuk e duan popularitetin. Kjo gjë nuk do të thotë që do me thënë ato nuk e respektojnë nënën, ato nuk e duan nënën dhe ato nuk e duartrokasin nënën e tyre. Realisht mu dhimbët momenti që nuk i pa vajzat, ajo shkonte me shumë krenari, vraponte me shumë dashuri me atë dashurinë e nënës për të takuar fëmijët e saj, sepse Moza nuk i ka patur mundësitë edhe të shumta për të udhëtuar, për të qenë pranë dhe gjithmonë, do me thënë, nga mos mundësia është munduar që të kënaqet me atë pak që ka patur, me atë pak që ka jetuar dhe gjithmonë, do me thënë, ka patur atë dinjitetin, atë moralin që edhe të arsyeton me faktin, okej, se po takojmë herë tjetër, mos u mërzisni, jeta është e gjatë, jemi këtu, do kalojmë momente shumë të bukura bashkë. Dhe mbrëm e pash që mezi priste atë momentin duke njohur formatin se sa i fuqishëm është, që ky format ja ka realizuar këtë surprizë, por kjo nuk do të thotë që gocat e Mozës nuk e duan Mozën, nuk e mbështesin nënën e tyre apo nuk i qëndrojnë pranë. Unë mendoj që te Moza ka shumë dashuri dhe besoj që në natën e finales vajzat e Mozës, njëra nga vajzat do të jetë surprizë për nënën e saj.